Vetëm 7 ditë pas i ndeshur në gjysmë finalen super dramatike të Final Fourit të Ligës Unike, Golden Eagle Lullit dhe Vllaznimi po ndeshën në kuadër të xhiros 27 Pro Credit Superligës në edhe një ndeshje shumë të rëndësishme. Ja dhe peshe startuese Palokaj, Shoshi, Wilson, Gashi dhe Nezbiti. Në anën tjetër të Vllaznimi do të kemi Bedron Hellemsin, Koshin, Gjitobon dhe Don Poloshkën. Aktualisht kanë 13 fitore, 13 humbje në pozitën e 5, sa ka edhe Ylli në pozitën e 6 dhe kjo betej është betej për pozitën e 4. Artin Gashi atje lufton në pozitë atje Gjitobo, në postin e ult vjen në ndim atje Nezbiti dhe Gashi tenton Koshi. Shizon shumë larg. Gjitobo për mrekulli në asistim të Don Poloshkës. Koshi me Nezbitin dy fishohet. Mbrojtje e mirë e Vllaznimit mirë, po edhe snajperi i Arjan Çallakut përgjigjet në 3-3, 5-5. Don Poloshka tenton dhe nga Jupiteri atje lanson dhe qëllon. 9 prej këtyve 13 pikëve në total janë shënuar nga treshet. Bukur për mrekulli në thellësi, asistim dhe i 4 i Lisit, i cili ka dhe 4 pikë. Lunë me 2-4, ndërsa kjo është treshja e Nezbitit, treshja e pare ti. Tentimi ati Koshit dhe tani vjen edhe treshja e Atikut. Sonte super i disponuar ati Koshi. Wilson nga pozita e ti. Kjo ju shpagu me treshen e partë të ti për 4 pike përsi. Topin e vjedhur Arjan Çallaku shkon depërton për mrekulli deri në fund dhe realizon për e përsin maksimum. Kërkojnë shut të shpejt Hellems nga një distancë e madhe, atje tentoj, nuk realizon mirë, po lufta vazhdon kundër sulmi shpejt. Liz Shoshi për mrekulli, ngullitje monstruoze. Dhe ka të drejt atje Alesh Pipan. Ka të drejt që po ankohet sepse ishte faul në Liz Shoshin. Në anën e djathtë atje lufton Gjitobo, Walkeri tani. Dhe i vetmuar nuk e çon hoq. E dërgon drejt e vendi. Anton Walker, Arjan Çallaku përgjigjet në treshe me treshe. 27 me 14. Palokaj bukur depërton për Imran Polutakun. Çfarë asistimi i bukur. Hellems, atje ngatrohet, mbrojtje mire Polutakut, 3-2 situata për mrekulli kundër sulmet shpejta. Me të vërtet sonte Golden Eagle Lulli në super form, po e vazhdon atë lojën e shkëlqyeshme në Super League. Në anën tjetër, përgjigja vjen. Isi e dëboj topin deri te Jani. Artin Gashi e shfrytëzon situatën, mbetet i vetmuar, lanson dhe qëllon për pikën e 40. 3 pikët e para të tij dhe kjo është treshja e 5 për Golden Eagle Lulli. Hellems tenton të përgjigjet dhe përgjigjet në anën tjetër, po i mundson kërcimet në mbrojtje bashkëtarëve. Don Poloshka për mrekulli për treshën. 22 kërcime të Golden Eagle Lullit, vetëm 13 kërcime të Vllaznimit. 11 pikë, 5 kërcime, 5... sa bukur e dy fishuan atje Arbër Sinanin. Gashi dhe Polutak tenton dhe shikoni këtë gjuajtje super efikase, super të saktë basketbolistike Golden Eagle Lullit. Ylli cili edhe sonte po shkëlqen në Super League. Nezbit tenton, realizon pika e 13 e ti. Kërkull Hellems atje luan mbrojtje të mirë. Artin Gashi dhe Walker shpejt lëviz topi. Tentimi Polutaku tani edhe giganti Polutak. Futet në brendi atje Gjitobo, i vetmuar Walker, kësaj radhe nga këndi i pagabueshëm Arma, vdekje pruese e Vllaznimit. Ja teron atje, luftë e madhe Gjitobo, Artin Gashi e shpëton. Çfarë blokade Gjitobo, sekondën e fundit tenton, nuk realizon. Hellems më i larti në kërcim, Don Poloshka me akrobacion e shpëton. Hellems
minimum 3 sekundë. Sa bukur atje Jalen Nesbitt, pati edhe kontakt me Hellemsin, sidoqoftë realizon për 52-38. I cili gjithmonë ka një lojtar i cili spikat, del në bukur për mrekulli në start 7-0 e vllaznimit. Opala, der total Anton Walker në start të qerekut të tretë. Polutak pran Gjito Bosi i cili luan mbrojtje dhe pikët e parë. Po them, po të mos ishin ato treshet vaj halli për vllaznimin. Çfarë blokade edhe një Jericho Hellemsit kundër sulmi shpejt. Qallaku kërkon blok të sa bukur atje deri në thellësi e shfrytzoi pick and roll dhe blok. Sa bukur Lisi kthehet prapa te Wilsoni i cili ja çon huq këtë pasim. Tavares. Mirë po, kush tjetër? Njeriu i cili pastaj Polutaku e Qallakaj nga 10, Lis Shoshi e Palokaj. Mirë po, është pika e 7 ti, 3 kërcime, 2 asistime, Nesbitt e vjedh këtë top. Dhe për të dhe realizon time-out. 70 sekundat e fundit në qerekun e tretë. Hellems deporton ter total atje nga Nesbitti i cili bën këtij dueli vendimtar betejës direkte për pozitën e 4. Sa bukur atje 8 pikë Poloshka. Sa bukur ju shmanga atje presingut. Hellems nuk po ka fat lojtarët e vllazimit me treshe. Hellems deporton për mrekullina. Nuk po ka çare dhe zgjidhjet. Sa bukur për toke në stil të Isaiah Thomasit. Hellems mbi Shoshin tenton, nuk realizon topi, kthehet mrapa tani edhe Walker si në stërvitje dhe Walker spoti çare tjetër. 69-54 Armstead edhe një herë. Po kjo është simfoni, po kjo është mrekulli nga Malcolm Armsteadi. Ndërsa këta e kurorëzon me ngulitje fenomenike i cili pëlkeu këmbën në duel me Borën, luajti vetëm 4 minuta para se të shkelte pikërisht në këmbën e Jason Gjito Boz. 19 kundër Sigal Prishtinës në Shanin Ushi, ndërsa Golden Eagle Lulli shkon në Seza i Suroj ku do të na presin 2 derbit klasik atje të 4-sheve të mëdha. Sigal Prishtina bashkimi dhe Peja Trepqa do të jetë nxehtë, do të jetë shumë interesant. Walker i cili e ngulit për rezultatin final prej 86 me 63.